Kanë bëritur materialet zgjedhore në të gjitha komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve të qarkut të Korçës, të cilat do të shpërndahen në të gjitha qendrat e votimit. Vetëm në qytetin e Korçës janë 104 qendra votimi, që do të furnizohen me materialet përkatëse. Kryetarja e KZAZ-s numër 75, Monika Beqiri, u shpreh se të gjitha materialet zgjedhore janë përgatitur dhe komisionerët e qendrave të votimit janë lajmëruar për tërheqjen e tyre, proces i cili do të kryhet mëngjesin e ditës së shtunë. Ne jemi duke kryer procedurat e bërjes gati të materialeve të listave të qendrave të votimit. Në momentin që do të kryen të gjitha përgatitjet e nevojshme, më pas do të filloj shpërndarja e materialeve. Siç është proceduar dhe në herët më përpara, ditën e shtunë, një ditë para zgjedhjeve, vinë grupet e qendrave të votimit, të rreqin bazën materiale dhe fillon procesi ditën e diel. Sipas Beqirit, deri tani procesi po vijon normalisht dhe nuk është raportuar asnjë problematik. Deri tani nuk kemi pasur as vonesa, as pengesa, ka ecur puna normalisht, domethënë. Të gjitha njoftimet që janë bërë nga KQZ-ja kanë qenë korrekte dhe ne jemi korrekt në detyrën tonë. Në të njëjtën ditë do të bëhet edhe tërheqja e materialeve zgjedhore në KZAZ-t e tjera të qarkut. Në total në qarkun e Korçës janë 7 KZAZ të vendosura në 2 pallate sporti në Korçë dhe Pogradec, si dhe në palestra të shkollave të mesme në zonën juglindore të vendit.